Ju faleminderit që më dhatë mundësinë të marrë një takim me besimtarë dhe simpatizantë e Eteqes Tormovës edhe miqtë e mi. Të dashur besimtarë dhe simpatizantë, dashur miq. Erdha sot për të përshëndetur juve, por ndërkohë për të lajmëruar që nesër është 23 prilli që tradicionalisht bëni festën e Eteqes Tormovës që lidhet me ditëlindjen e Sharl Ormovës. Për arsye shëndetësore të moshës tonë që nuk e përballojmë dot, nuk do ta bëjmë në mënyrë të tillë siç e bënin gjithnjë, do bëjmë një festë të thjeshtë me një ashure. Kush të ketë mundësi mund të vijë, nuk është e detyrueshme që të vini atje. Edhe në një telefon na mund ta bëni për ta ngushëlluar. Ju faleminderit për besimin dhe dashurinë e respektit për neve, të njëjtën respekt ushqem dhe për gjithë juve. Ju urojmë Zotit t'u jap shëndet e lumturinë familjet tuaja, emigrantët të kthehen me shëndet në vendin tonë. Gjej rasti të dashur besimtar për të ngushëlluar gjithë katolikët e qarkut Gjirokasit dhe Mëngjer për ikjen e papës, që ishte një figurë e madhe, një figurë botërore me përmasa, njeri human që mësimet e Zotit ai i shndroi në mesazhe për njerëzit për një paqe. Ka qenë kundër luftës, kundër çdo dhune, ka qenë me paqe, ka qenë kundër veprimet që janë antinjerëzore, të homoseksualizmit, të martesëngjini, të dashurisë të drejtë, ka që vetëm për rrugë të drejta. Kështu që i urojmë të gjithë katolikëve ngushëllime për ta, edhe mësimet e tij u bëshin mesazhe për gjithë neve. Ju faleminderit, kalofshi mirë, ditë të mbar për gjithë juve.